Territori shqiptar për datën 11 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në disa zona priten rreshje të her pas hersh me shiu, kryesisht në veri dhe në lindje të vendit gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 24 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët nga 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 9 deri në 21 gradë. Peshkopi 8 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 24 gradë. Durrës 13 deri në 24 gradë. Kavaj 12 deri në 23 gradë. Elbasan 11 deri në 23 gradë Celsius. Berat 11 deri në 24 gradë. Korç 8 deri në 19 gradë. Vlorë 14 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër 13 deri në 24 gradë. Sarand 14 deri në 23 gradë Celsius.